Gjatë namazit I mbaj sytë mbyllur për shkak të koncentrimit, a është e lejuar apo jo? Është me kruh, e urrejtur, e pa pëlqyer me mbyllë sytë gjatë namazit. Ja, mendon ti që jema e koncentruar, por jo. Në sytë I man hapur. Disa ulema kanë thënë se ka ceki Imam Neveviu dhe të tjerë, se nëse ke gjëra, objekte, njerëz, gjësende, që shumë të dekoncentrojnë të hupi koncentrimin. Dhe të nuk mundesh me largu atyne. Dhe dërë me kanë koncentruar namaz, kësa raste ndoshta mund t'jetë më mirë me mbyll. Për ndryshe në kushte normale, sytë nuk mbyllen. Sytë mbahen hapur. Për ata ulemaja, kur kanë folur për gjërat e papëlqyera në namaz, e që ne I quajmë atje në fikh apo në jurisprudencën islame, me kruh, të urrejtura, ndërto kanë cekur edhe mbyllja e syve në namaz. Pra falesh me sy hapur jo mbyll.